Radio Maria, pjesëri Krishtë në shtëpinë tënde. Radio Maria, Kosovë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju flet Pater Lorenci, frati I Gjakovës. Në prezantimin e veprimtarisë së franceskanëve në Kosovë, kemi ardhur deri te familja e Pejës. Peja, si vendbanim me besimtar katolik, përmendet që në vitin 1584. Misionari I parë që përmendet në Pejë ishte Pater Bernardi nga Verona. Ai e dinte mirë gjuhën shqipe, shërbente në vende të ndryshme në Shqipëri, pastaj edhe në Kosovë, mas pari në Bytyq, pastaj në Gjakovë, Pejë, Prizren dhe Prishtinë. I peshkuj franceskan Monsignor Pieter Karagici kërkoi nga kongregata dhe propaganda Fide që Peja të shpallet mision, dhe këtë arriti në vitin 1701, kur ju dërguan Pejes 3 fretër, Pater Pietrin nga Vicovaro me 2 shokë. Pater Pietri nga Vicovaro, franceskan I provincës së Romes, me 2 shokë ishin misionar të parë në Pejë në vitin 1701. Ata shërbenin 30 fshatra të rrethit të Pejës dhe 50 fshatra tjera nëpër Kosovë. Përpara ai shërbente Gashin dhe Kastratin në Shqipëri. Ai vdiq në vitin 1727. Pater Jozefi nga Urbe Veteri, franceskan I provincës së Asizit, shërbeu shumë vjet si vikar general I peshkujve të Pultit dhe të Shkodrës. Pastaj si prefekt I misionit të Pultit, nga viti 1694 dhe 1698, si edhe në misionin e Maqedonisë dhe në Pejë. Vdiq në vitin 1724. Pater Gabriel nga San Severino, pashtu franceskan, ishte prefekt I misionit të Kosovës nga viti 1706 deri në vitin 1720. Pasta ishte famullitar I Pejës dhe I Rrugovës, ku vuajti shumë. Vdiq në vitin 1748. Pater Rafaele di Resina, I lindur në vitin 1806, ishte 35 vjeç kur shërbente në Pejë nga viti 1841. Pater Atanazi nga Kustoca, franceskan, lindur në vitin 1842, në vitin 1872 si meshtar I ri, 30 vjeç ishte famullitar I Pejës. Pater Juniper Asanse Juliano, franceskan I provincës së Romes, ishte shumë vite misionar në Pejë. Në vitin 1883 e themeloi në Pejë urdhrin e 3 franceskan, urdhrin franceskan shekullar, dhe vdiq në Pejë me 22 prill të vitit 1889. Pastaj Monsignor Pashk Trokshi, në koncilin e 3 të Arbrit, që u mbajt në Shkodër në maj dhe qershor të vitit 1895, u adorzoi fretërve Pejën me 62 fshatra për rreth, gjatë që etrit konciliar e konfirmuan. Pater Lorenz Mazreku, franceskan
i cili njihet edhe si Fra Lovro Mitrović, i lindur në Janjev, me 5 mars të vitit 1872, 2 herë ishte famullitar i PES. Herën e parë në vitet 1895 deri 1903, ai dhe ndihmësi i tij, Pater Angel Paliçi, mas pari me lejen e kongregates nga 21 maj të vitit 1896, do me thënë leja është marrë në vitin 1896, ata në bazë të kësaj leje në vitin 1897 e ndërtuan hospicin franceskan, rezidencën franceskane në Zllakuçan. Pasi aty kishin shumicën e besimtarve të famullisë, por i shërbenin nga peja. Pastaj, me 18 gusht të vitit 1902, filluan e brenda disa muajve ndërtuan edhe kuvendin e ri në Pej. Në atë kuvend, sot jetojnë motrat e Nanës Tereze, misionaret e dashurisë, pasi famullitari për vete ka ndërtuar shtëpinë e ri në Pej afër Kishës. Herën e dytë, Pater Lorenci ishte famullitar i Pejës nga viti 1917 deri në vitin 1943, do me thënë deri në vdekje. Në vitin 1922, Pater Lorenz Mazreku e ndërtoi në Pej edhe kishën që ekziston edhe sot. Në vitin 1924 e përfundoi ndërtimin e kishës së Glogjanit. Pastaj ndërtoi edhe kishën e Shnanut në Gjakov me rastin e 700 vjetorit të vdekjes së Shnanut në vitin 1930-31 dhe kujdesej për atë shëntërore deri në vdekje. U vra nga partizanët në Rastavic afër Deçanit me 15 shkurt të vitit 1943. Pater Angel Paliçi Sopaj, vllai i të lumit Pater Luiz Paliçit, lindur në Janjev me 12 janar të vitit 1870, shërbente në Pej si meshtar i ri që nga viti 1893. Pastaj ishte famullitar i Pejës nga viti 1905 deri në vitin 1917. Nga Peja shërbente edhe Zllakuçanin. 2 vjet ishte kapelan ushtarak për katolikët shqiptar në Stamboll. Ishte guardian në Gjuhadol dhe në Trushan, si edhe mësues i novicëve. Vdiq në Laç të Kurbinit me 14 mars të vitit 1956 dhe u varos në kishën famullitare të Laçit. Pater Gjon Blushaj, franceskan nga Kallmeti i Shqipërisë, është lindur me 15 maj të vitit 1875. Ishte zëvendës famullitar në Pej nga viti 1907 deri 1910. Pastaj rektor i kishës së Shnanut në Gjakov nga viti 1910 deri në vitin 1915, shërbente në famulli të ndryshme të Shqipërisë e vdiq në Toplan me 23 mars të vitit 1942. Pater Filip Paliçi, i lindur në Janjev me 8 shtator të vitit 1884, posa u bë meshtar me 21 shtator të vitit 1907, shërbeu si kapelan në Pej, pastaj shumë vjet ishte famullitar në Glogjan, deri në vdekje me 3 shtator të vitit 1927. Ishte varosur në oborin e kishës famullitare në Glogjan, por para fillimit të ndërtimit të kishës së re në Glogjan, eshtrat e tij u transferuan në Gjakov me 14 shtator të vitit 2017, sepse në atë vend ku ishte vari i tij u ndërtua kisha e re. Pater Klement Miraj është lindur në Selc në Malësi të Madhe me 1 tetor të vitit 1882.
Ai ishte famultari i Pejës nga viti 1911 deri në vitin 1917. Ishte definitor i provincës franceskane shqiptare, do me thënë antar i Këshillit të provincës. Shërbente edhe në Dushman, Rubik, Biz dhe lashtë të Kurbinit, ku e ndërtoi edhe kishën, e vdiq në burgun e Burrelit me 22 nëntor të vitit 1956. Pater David Pepa, franceskan i lindur në Shkodër me 31 dhjetor të vitit 1889, shërbeu si kapelan në Pejë nga viti 1911 deri në vitin 1917. Ishte famultar në Iballet të Pukës në Shqipëri, në Rapsh në Mërsi të Madhe dhe 34 vjet në Dushman. Vdiq në kuvendin e Arës së Madhe në Shkodër me 21 dhjetor të vitit 1967. Pater Shtefen Konstantin Gjerçovi Kryëziu, lindur në Janjeve me 12 korrik të vitit 1874, është vrarë në Zym me 14 tetor të vitit 1929, si famultar i Zymit gjatë viteve 1925 deri 1926, ndoshta edhe më vonë, bashkëpunonte edhe me fretërit e Pejës, sidomos duke mbledhur të dhanat për martirëzimin e të lumit Pater Luigi Paliqit. Pater Marian Prela, nga Shkodra, vllai i Pater Pashk Preles, që ishte famultar në Zym, është lindur në Shkodër me 28 qershor të vitit 1885. Vdiq në Tiranë me 20 nëntor të vitit 1976. Në vitin 1916, në shumë vendet të Kosovës, ai ka ripertrir e dikun edhe ka themeluar urdhrin franceskan shekullar. Ishte famultar në Zym në vitin 1917-20, ka shërbyer në Pejë dhe Glogjan në vitin 1922-23 dhe në Zllokoqan në vitin 1924. Pater Pal Qoçia, lindur në Shkodër me 10 mars të vitit 1878, ishte famultar i Zymit nga viti 1920 deri 25. Ka shërbyer si misionar edhe në Pejë dhe në Gjakov. Vdiq te Kara e Madhe në Shkodër me 6 qershor të vitit 1957. Pater Bernardin Lupi, biri i Filipi dhe i Luçës, ishte lindur në Shkodër me 7 shkurt të vitit 1886. Ishte famultar në Palç, Rapsh, Biz dhe Vlorë. Në vitet 1935-37, si edhe në Pejë nga viti 1943 deri në vdekje, kur u pushkatua në Prizren nga pushteti komunist me 25 nëntor të vitit 1946. Pra, edhe Pater Bernardin Lupi është martir e as varri nuk i dihet. Pater Lorenz Tomaj Përkpalaj është lindur në Zym me 5 maj të vitit 1920. Ishte famultar i fundit franceskan në Pejë nga viti 1926 deri në 29, vdiq në spital në Sarajev me 1 qershor të vitit 1929, u varros në varrezat e Shenjtë Jozefit në Sarajev. Pasi nuk ishte më fretër shqiptar në Kosovë, Pejën e ka drejtuar kleri dioqezan. Në vitin 1900 nga Peja është ndarë famullia e Zllakuqanit e në vitin 1922 edhe famullia e Glogjanit. Në vitin 1908, Peja si qytet kishte vetëm 40 familje katolike.
Zllakuqani me 52 fshatra kishte 291 familje. Krejt së bashku ishin 331 familje katolike me rreth 3000 besimtar katolik. Në vitin 1935, pas ndarjes së Zllakuqanit dhe të Glogjanit, Peja kishte mbetur vetëm me 885 besimtar. Familja kishte 76 antar të urdhit të tretë franceskan, si edhe shoqnin antoniane. Motrat franceskane të Zojës së Papërlyer në Pej erdhen në kërkesën e famulitarit Don Gjergj Gjergjit Gashit. Kërkesa ju miratua me 22 nëntor të vitit 1984, por mirisht bashkëpunimi i motrave franceskane në këtë famulli u ndërpre me 2 shkurt të vitit 1999 dhe deri me sot nuk u përtrima. Kemi 2 motra franceskane të Zojës së Papërlyer nga familja e Pejës, ato janë motra Flora Gjinaj dhe motër Darka Zimaj. Urdhri franceskan shekullar në Pej është themeluar në vitin 1883 nga Pater Juniper a San Giuliano, franceskan i provincës së Romës. Këtë urdhër franceskan shekullar e ka ripertrir Pater Marian Prela me 17 shtator të vitit 1916. Atë ditë, urdhri franceskan shekullar i Pejës kishte 108 antar. Deri në vitin 1935 mbeten 76. Pas vrasjes së Pater Lorenz Mazrekut në vitin 1943 dhe pas pushkatimit të Pater Bernardin Lupit në vitin 1946 e pas përndjekjes Pater Lorenz Prekpalejt në vitin 1949, në Pej, pak nga pak, u fik edhe urdhri franceskan shekullar, sepse nuk ishte më kush ta kultivonte dhe kush ta asistonte. Pas Pejës, në rënd e kemi Peshterin. Familja e Shën Sebastianit në Peshter u themelua në vitin 1970 kur u ndan nga familja e Prishtinës. Deri në atë vit, besimtarët e Peshterit janë shërbyer nga familja e Janjeves. Monsignor Zef Gashi, arqipeshkevi Tivarit, tash në pension, është lindur në Peshter me 4 dhjetor të vitit 1938. Ai ishte familjitar i parë i Peshterit, pra nga viti 1970. Motrat e mëshirshme të Shënkryqit në Peshter kanë vepruar nga viti 1972. Mas pari, nga Prishtina, bashkë me Monsignor Zevgashi në atë kohë Don Zevgashi Salesian, familjitar i Prishtinës, ka shkuar në Peshter motra Irmina Jukic dhe motra Adela Bednjanic. Pastaj motra Smilja Micakovic e sot e shërben motra Hana Nikolaj. Familja tjetër është familja e Pjetërshanit, që u themelua në vitin 2001. Është ndarë nga familja e Bishtazhinit, pjesa më e madhe, dhe nga familja e Gjakoves, fshati Raçe. E drejton kleri dioqezan. Motrat franceskane të Zojës së Papërlyer në familjen e Pjetërshanit kanë vepruar qysh prej fillimit. Pasi familitari i pari i Pjetërshanit ishte Don Fran Kola, ish familitari Novoselës. Menjëherë i kanë ndihmuar motrat e Novoselës, motër Violeta Lezhdedaj dhe motër Leonita Raja. Me 8 shtator të vitit 2002, provinca dërgoi 2 motra për Pjetërshan, motrën Florianën Shabani dhe motrën Leonitën Raja. Pastaj
Aty vepronin edhe motra tjera, motra Ana Nikola, motra Meri Pepić, Tereza Pepić, motra Hilda Karica, motra Ozana Demaj, e puna e tyre dha fryte jo vetëm në jetën fetare të besimtarëve të familjes, por edhe në mjaft thirrje të reja shpirtërore. Në fillim motrat banonin në Petroshan, kurse nga 12 tetor të vitit 2020 e shërbejnë nga kuvendi i vet në Gjakov. Sot Petroshanin e shërbejnë motra Kristina Munishi dhe motra Rita Ranzi. Motrat franceskane të Zojës së Papërlyer nga familja e Petroshanit. Mas pari duhet ta përmendim motrën Vera Palucaj, që është lindur me 12 shkurt të vitit 1952 në Dol. Në atë kohë Doli ishte pjesë e familjes së Bishtazhinit, por sot i takon Petroshanit afër Gjakovës. Ka punuar si katekiste në disa familje të Kosovës, në Bishtazhin, Zym dhe Budisalc. Po ashtu ka punuar edhe në Shqipëri dhe në Maltëzi. Vdiq në Cetinje me 26 dhjetor të vitit 2020. U varros në Moglic, në varrezat e familjes së Gjakovës, me 29 dhjetor të vitit 2020. Motra tjera të kësaj familje janë motra Dila Palucaj, motra Pashke Palucaj, motra Aferdita Kaçinari, motra Laura Ukaj, motra Valbona Ukaj, motra Brigita Bardhoku dhe motra Rafaela Nrekaj. Dikur motra franceskane e Zojës së Papërlyer ishte edhe motra Zoja Kaçinari nga fshati Dol, në atë kohë pjesë e familjes së Bishtazhinit e sot e Petroshanit. Ajo me 1 nëntor të vitit 1986 kaloi nga kongregata e motrave të Zojës së Papërlyer në Karmel Brezovica në Kroaci, e ka vepruar në Kroaci dhe në Shqipëri e momentalisht është në Itali. Kemi edhe një motër të Shënkryqit, që po ashtu është urdhri i tretë franceskan, nga familja e Petroshanit. Ajo është motra Leona Gjini, që sot shërben në Gjakov. Në rend e kemi familjen e Prishtinës. Familja e Prishtinës u themelua në vitin 1964. Është ndarë nga familja e Anjeves. Franceskanët që përmenden në Prishtinë janë, mas pari, Pater Gregor Frazina, i provincës së Romës. Erdhi si misionar në Shqipëri në vitin 1636. Ishte zëvendës prefekt i misionit nga viti 1640 deri në 46, vepronte në Mirdit, Pult, Gash, Kelmend, Kastrat, si edhe në Gjakov dhe Prishtinë. Ma në fund ishte i peshkëve i Shkodrës për vitit 1646 dhe në vitin 1656. Vdiq në Venedik me 18 qershor të vitit 1656. Pater Bernardin nga Verona, franceskan, e dinte mirë gjuhën shqipe dhe ishte misionar në vendet të ndryshme në Shqipëri e pastaj edhe në Kosovë, në Bytyq, Gjakov, Pej, Prizren dhe në Prishtinë. Nga misioni i Pultit u tërhoq në vitin 1650. Nuk e pranoi emërimin për i peshkun e Pultit që ja kishin ofruar në vitin 1666. Vdiq me 30 shtator të vitit 1682. Përveç franceskanëve që kanë vepruar në Prishtinë kanë vepruar edhe motrat e mëshirshme të Shënkryqit. Ato erdhen në Prishtinë mas pari në spital të përgjithshëm. Me 29 qershor të vitit 1958 erdhen 15 motrat e para. Ato kanë vepruar aty deri në kohën e luftës në Kroaci. Pastaj, pas lufte, kanë vazhduar prap punën në spital
që nga viti 2004 e deri me sot. Motrat në fillim kanë pasur banesën e përkohshme në spital, derisa në vitin 1961 e kanë ndërtuar edhe kuvendin e vet të madh pranë kishës së Shnanut. Aty i mbanin edhe kandidatët që shkonin në shkollën e mesme të mjekësisë në Prishtinë. Në këtë kuvend deri tani kanë jetuar 81 motra të Shënkryqit dhe 42 kandidatet e tyre. Pas lufte në vitin 2007-2008, ato kanë ndërtuar edhe konviktin për vajza pranë kuvendit të vet në Prishtinë. Kapaciteti i konviktit është për 80 vajza. Pranohen edhe vajzat katolike edhe ato muslimane. Dhe zakonisht nuk ka vend për të gjitha të interesuara. Ma shumë janë muslimane se katolike, kuptohet, se shumica e banorëve të Kosovës janë musliman. Dhe të gjitha janë shumë të kënaqura, si edhe prindërit e tyre. Faleminderit Zotit për këtë mundësi për shkollimin e vajzave në Prishtinë. Bashkësinë e kuvendit të motrave të Shënkryqit në Prishtinë sot e përbëjnë motra Smila Micakaj, motra Hana Nikolaj, motra Lendita Spaci dhe motra Teodozia Memçaj. Në vitet 2004 e deri në 2025, Prishtina ishte edhe qendër e regionit të Kosovës të motrave të mëshirshme të Shënkryqit në mbrojtjen e së lumes Motër Ulrika Nish. Regioni kishte një autonomi në formim të brezit të ri të motrave dhe në organizimin e punës, por megjithatë ishte lidhur me provincën e Gjakovës në Kroaci. E prorja e parë regionale ishte motra Smila Micakaj nga viti 2004 dhe në 2013, pastaj motra Franciska Molnar ishte provinciale e tyre nga viti 2013 dhe në vitin 2022, kurse e prorja e fundit ishte motra Lindita Dedaj nga viti 2022 dhe në 2025, kur mbaroi ky region e kur u lidhen motrat e Kosovës prap drejt për drejt me Gjakovën. Përveç në spitalin e Prishtinës, motrat e Shënkryqit kanë punuar edhe në famulli. Në famullinë e Prishtinës, motrat e Shënkryqit kanë vepruar nga 3 nëntor të vitit 1966 pranë kishës së Shnanut në Ulpian, ku e kanë edhe kuvendin e vet, si edhe konviktin për vajza. Prej kësaj qendre, motrat kanë shërbyer edhe Peshterin, Karavaserin dhe Lapushnikun. Peshterin nga viti 1972 e kanë shërbyer motra Irmina Jukić, motra Adela Bednjanić dhe motra Smila Micakaj, e sot e shërben motra Hana Nikolaj. Karavaserin dhe Lapushnikun, motrat e Shënkryqit e kanë shërbyer nga viti 2013. Në fillim motra Zoja Komani, pastaj motra Johana Bisaku, kurse sot motor Teodozia Memçaj. Nga famullia e Prishtinës kemi një motër të mëshirshme të Shënkryqit, motra Teuta Augustini. Përveç motrave të mëshirshme të Shënkryqit, që është një kongregat e motrave të urrit të tretë franceskan, në Prishtinë në kohë të fundit vepron edhe kongregata e motrave franceskane të Zojës së Papërlyer. Këto motra punojnë në kurjen i peshkuare të Prishtinës. Erdhen me 15 shtator të vitit 2018 në bazë të kërkesës së i peshkut Monsignor Dod Gjergjit. Aty veprojnë edhe sot. Motrat e para franceskane në këtë detyrë ishin motër Angelina Nikol Prenkaj dhe motër Franciska Lekaj. Pastaj erdhi motra Domenika Gjergji, e sot janë motra Klaudia Dedaj dhe motër Lidvina Marku. Një motër franceskane
e Zojës së Papëlyer vepron edhe në Radio Marinë e Kosovës, motra Irenea Lekaj. Ua dëshirojnë bekimin e Zotit dhe suksesin të gjithave. Në emisionin e ardhshëm vazhdojmë me famullit tjera. Këtë emision po ashtu përfundojmë me një lutje të shkurtër, si zakonisht. Zoja e bekuar, nana e këshillit të mirë, pajtoria e popullit shqiptar, lutu për ne. Mbretëresha e urdhit franceskan, lutu për ne. Shën Franceska, Shën Klara, lutuni për ne. Të gjithë shenjtrit e shenjtreshat e hyjt, lutuni për ne. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft, ju ndihmoft të ju ruajt ky i gjithëpushtetshëm, Ati dhe Biri dhe Shpirti i Shenjtë.